sepse do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku të lidhemi drejt për drejt me Drin Govori, që është edhe student në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu do të flasim me të për një sukses jashtëzakonisht të madh që ai ka bërë, është shpallur një prej 100 studentëve më të mirë në fushën e biznesit, se si ka vazhduar studimet atje, si po shkojnë studimet e tij, si erdhi deri tek ky rezultat shumë i shkëlqyer. Do ta diskutojmë vazhdim me Drinin, të cilin e kam në linjë telefonike. Drin, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi nga Bostoni. Për ty besoj mirëmëngjesi, a? Po. Drin, ti po paraqitesh je konkretisht në cilin vend, në Boston, apo jo? Po, jam nga Boston. Aty je duke i vazhduar studimet aktualisht, apo jo? Po, në fakt, studimet sa i kam përfundu para një jave, do të thënë kam diplomu të shtunën, ka qenë dita e fundit që kam pasë studente, tash vetë se kam fillu angazhimin në BEPS-ën prej ditës hane, si kërkues shkencor për njërit prej profesorëve më të njoftën në botë për inteligjencë artificiale, edhe tash dhe t'jem këtu, është për një vit e gjysme për më u kthy mrapa në Kosovë edhe me vazhdu. Do të vazhdosh në Kosovë, a? Patjetër. U gëzova që dëgjoj këtë lajm, sepse jemi të lumtur që gjitha ato njohuritë cilat i ke marrë atje të kontribuosh këtu për vendin tënd. Drini, si erdhi deri tek rezultati që ti të shpallesh në mesin e 100 studentëve më të dalluar në fushën e biznesit, apo jo? Atëherë, fillimisht du më thonë Gjeneta, faleminderit dhe shumë për ftesën, jam shumë i lumtur edhe mirënjohës për juve që kam mundësinë me fol për këtë njohje, që për mua është personale, po besoj që është shumë e lidhur me Kosovën. Ky rangim ose kjo njohje ka ardhur prej Poets and Quants, që është një media digjitale që bën rangimet e universiteteve më të njohura në botë. Në njëjtën kohë edhe është shumë i fokusuar në shkollat biznesit, specifikisht në programin Master për Administrative Business ose MBA, që është në fushën e menaxhmentit ose fushën e biznesit, domethënë është programi më i njohur në secilin universitet. Ky rangim ose kjo njohje vendosja në këtë listë bëhet prej një grupit studentave që përzgjedhet prej kolegjeve më të njohura në botë, edhe mandej mbas të performancës akademike, edhe gjithashtu leadershipit ose roleve brenda universitetit që gjendesh, qoftë klube studentore ose këshill studentave edhe aktivitetet që shkojnë për te paraqitjes akademike, me thonë, në për ligjërata ose në për landët që i merr, edhe mandej vendosën, domethënë, studenta në atë listë prej 100 studentave që janë në universitete prej krejt botës. Ti vazhdimisht në studimet që ke bërë, i ke treguar pra rezultate të larta në provime dhe në këtë mënyrë pra arrihet deri tek ky sukses, apo jo? Po, tash pak para diplomimit, domethënë kemi pas ndarjen e çmimeve ose në bazë të performancës që kemi pas, që pas note mesatare më të lartë në gjenerat. Edhe kjo pun njëna prej arsyeve që ka bu me qenë pjesë e këtij rangimi, kështu që po, është në bazë të notave, me thonë, ma thjesht në bazë të notave që i merr secilin prej landëve që i kam pasur gjatë programit. Tregom, the që do të kthehesh në Kosovë për të kontribuar, çfarë ke menduar? Ke diçka në kokë aktualisht? Po, domethënë, po du pak me ndërlidh se qysh ka shku procesi që më ndej me tregu edhe qka i kam planet në fund. Mënyra qysh funksionon bursa Fulbright, se këtu jem me bursën Fulbright, ideja është që domethënë përmes bashkëpunimit mes Kosovës edhe Amerikës, studentat vinë, studiojnë, marrin ato njohuri edhe qëllimi është me u kthy mbrapa në Kosovë edhe ato njohuri mandej me i nda me tjerë në Kosovë. Arsyeja pse kam ardhur specifikisht në këtë program
ka qenë kryesisht fokusi në ndërmarrësi korporative ose sjellje inovative e punonjësve brenda organizatave, edhe domethënë ky ka qenë qëllimi jam me marrë njohuri prej profesorëve më të njohur në botë në këtë fushë. Çdo herë kam qenë mes akademisë, domethënë edukimit edhe fokusit domethënë përmirësimin e performancës bizneseve, kështu që plani është me u kthy me qenë pjesë e akademisë, domethënë edukimit edhe në njëjtën kohë me qenë edhe si konsulent për bizneset që me përmirësu proceset dhe me thonë me ndihmu se qysh me i bëpunajs me qenë ma inovativ edhe me shku për te rolleve të përdetshme që i kanë vendin e punës. Drini, ne po të presim për dënë edhe kontributin tënë, po të presim edhe për një intervjistë dhe më të gjatë këtu në studio në Rreth e Rrotull kur ti t'jesh në Kosovë dhe të flasim më gjithësisht për mundësi se cilat ofron Kosova për të studuar jashtë vendit dhe mundësi që kanë të rritë sot për të ndjekur ëndrrën e tyre. Unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe uroj prapë me të pas në studio. Faleminderit. Patjetër, faleminderit shumë e çdo të mirë. Gjithat mirat dhe për ty, me qenë se ti pas ke ditën para, sepse atje akoma mëngjes. Të nderuar shikues, kemi mbërritur deri në fund të emisionit Rreth e Rrotull për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirë.